jep mundësi zhvillimit të reformave në Shqipëri, duke punuar për të krijuar një kulturë të repune drejt një rezultati sa më pozitiv dhe koherent. Politika jonë e re shkon paralel prioriteteve me qëllime përmirësimin në sektorin urban, social dhe ekonomik, në bazë të reformave strukturore që do të konsolidojnë një qeverisje më të mirë për vendin tonë. Kjo mënyrë e re qeverisje nëpërmjet inovacionit lufton fenomenet e burokracisë duke mbështetur fort Shqipërinë në botën evropiane. Do të jemi pro ideve avangarde dhe racionale, ndryshe nga ajo tradicionale. Qëllimi dhe objektivi ynë kryesor si forcë rinore është që të rrisim cilësinë e jetesës dhe ta përmirësojmë atë.